Dje në orët e hershme të mëngjesit në një aksident me fatalitet ka ndodhur në afërsi të fshatit Posk të Prizrenit. Lidhur me këtë rast, dhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bityqi, në tha për televizionin Besa dhe jep informacione plotësuese se dje më 18 maj, rreth orës 4:19 minuta, policia ka marrë informat për një aksident në fshatin Posk. Në automjet kanë qenë 3 persona, 2 nga ta meshkuj dhe një femër. Personi i gjinisë femërore me inicialet DN, ku si pasojë lëndimeve të rënda ka vdekur, ndërsa 2 të tjerë, njëri ka pësuar lëndime të rënda e tjetri lëndime të lehta trupore. Në vend të ngjarje kanë dalur ekipet e njësisë të trafikut rajonal, emergjenca, zjarfiksit, hetuesit dhe prokurori kujdestar, tha Bityqi. Dje me datën 18 orët hershme të mëngjesit, rreth orës 4:19 minuta, stacioni policor ka marrë një informacion se ka ndodhur një aksident në rrugën për në fshatin Posk. Trafiku rajonal me njerë janë nisur në drejtim dhe në ngjarje kanë kuptuar se bëhet fjalë për një vetë aksident ku një vetur kishte dalë nga rruga dhe në automjet kishin qenë 3 persona. Një ndër ta shoferi dhe 2 pasagerë. Fatkeqësisht nga aksidenti trafikut, pasojë aksidentit, lëndime të rënda kanë pësuar 2 prej persona, shoferi dhe një pasager, dhe një pasager tjetër ka pësuar lëndime të lehta trupore. Shoferja më vonë ka ndruar jetë dhe me urdhër të prokurorit të dërguar trupi pa jetë pasi që janë bërë ekzaminimin dhe ngjarjes është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim. Ndërsa policia ka mbledhur të gjitha provat dhe dëshminë nga vendi i ngjarjes dhe është proceduar rasti. Në kritendori që ka marrë lëndime të rënda trupore, që është 25 vjeçare, është edhe më tej në gjendje të rëndë, ndërsa nuk e dia përmend viktima e rastit, shofera ka qenë një vajzë, femër e moshës së re 19 vjeçare. Sa kemi informacion, ka qenë në rrugën në drejtim të autodit të fshatit Posk. Përderisa tashmë dihet se sot me IQD do të varroset viktima e këtij aksidenti, Eria Digle Sefer Nanovac, do të varroset në varrizat e qytetit në Prizren.